Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani një tas kosë esëll në mëngjes, ja çfarë ndodh trupit tuaj. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuar nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, magnez, vitaminën B2, kalcium, B12. Në këtë video sipas Del Shutz do të rendisim vlerat e konsumit të kosit dhe arsyet pse duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kosi ndihmon për të ngopur më shpejt dhe ju ndihmon për të rënë nga pesha. Kosi përmban pak kalori, për më tepër, fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Ai është i mirë kundër kaviteteve. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe bakteriet. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë pas aktivitetit fizik. Proteinat e kosi i jep muskujve aminoacide që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër alergjive. Të vegjëlit e grave shtatzane që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimit, të cilit i referohemi sipas Del Shutz, fëmijët që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të rrezikuar të infektohen edhe të kenë probleme me alergji. Kosi është i pasur me probiotik. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarreja, është e këshillueshme që të hani kos që në mëngjes. Kosi është i rëndësishëm për kockat. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium, për këtë arsye nëse konsumohet që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Kosi është i mirë kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykut dhe infeksionet e organeve të tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kosi është i mirë për tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave të Del Shutz, kaliumi te kosi ndihmon eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon uljen e tensionit dhe shëndetin e zemrës. Kosi është i mirë në rritjen e imunitetit. Kosi ka aftësi mbrojtëse të imunitetit dhe e bën atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla si zinku, magnezi dhe seleniumi. Sistemi juaj tretës gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i kosit. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Pra, përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin tuaj. Një nga dizavantazhet e kosit është se mund të gjenden në treg me marka të mbushura me sheqer, i cili ka parfum dhe shurupe të ndryshme, të cilët të ndikojnë negativisht. Prandaj ekspertët këshillojnë që kosin ta konsumoni atë të përgatitur vetë në shtëpi, duke ditur edhe të gjithë mineralet ushqyese që ai ka. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuar nga popullata shqiptare dhe jo vetëm. Adhuruesit e kosit, me konsumin e tij të përditshëm, do të ndikojnë në rritjen e një performance të mirë të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Nëse doni të përmirësoni imunitetin, atëherë kosi duhet të jetë aleati juaj më i çmuar për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla dhe me të kripura, në mëngjes, në drekë ose në darkë, për një vakt të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitamina të ndryshme dhe element të mirë ushqyes. Përfshirja e kosit në dietën tuaj gjithashtu ju bën që të keni më shumë përfitime të probiotikëve. Nëse do të kishte një ushqim që mund të hani pa problem, ai me siguri që do të ishte kosi. Një lugë e thjeshtë me mjaltë dhe me fruta të freskëta dhe arra i jep një shije vërtet të mirë vitamina dhe minerale. Në këtë video do të rendisim arsyet pse kosi duhet të përfshihet në menun tuaj ditore. Ju mund të merrni kalciumin që nevojitet kockave me konsumin e kosit. Ju mund të jeni rritur dhe nuk keni nevojë për kalcium që merrni nga qumshti,
por ai mbetet thelbësor për trupin dhe nyjet tuaja. Nëse shmangni qumshtin, sepse jeni intolerant dhe vegan, mund të keni mungesë kalciumi. Nëse mundeni, siguroni që të hani kos në dietën tuaj në mënyrë që të mos keni nevojë të merrni shtesa të kapsulave me kalcium. Ajo ju bën që të keni një humor më të mirë. Mikrobioma e zorëve informon trurin se është i qetë edhe vetëm kur ndihet i ekuilibruar. Kur e ka atë që nevojitet, trupi ndihet i kërcënuar. Ulëntimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e kosit 2 herë në ditë forcon zonat e trurit të lidhura me emocionet, duke lehtësuar problemet e stresit. Hani kos dhe kockat tuaja do ju falenderojnë. Gratë në veçanti janë më të prirura për humbjen e kockave. Për fat të mirë, një filxhan me kozër çdo natë është i mjaftueshëm për t'i mbajtur ato, duke marrë një kosisht kalcium, protein, kalium, fosfor dhe vitaminën D. Hani çdo ditë dhe zvogëloni shanset për osteoporozë. Kosi ju mban të ngopur dhe ju ndihmojnë gjithashtu të humbisni peshën e tepërt trupore. Sipas nutricionistëve, nëse ju hani kosër çdo ditë, ju do të rrisni shanset për të humbur në peshë. Proteinat ju ngopin dhe paksojnë ushqimet gjatë ditës. Ndërkaq ka studime që lidhin me përqindjet e peshës në uljen e yndyrës me konsumin e rregullt të kosit. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga stresi. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes do të mbrojë sistemin tretës nga toksinat dhe nga bakteriet. Ai e qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin ta bëjë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër tensionit të lartë të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Përfshirja e 275 mg kosër çdo ditë do të ofrojë gjithashtu edhe kalcium. Kockat kanë nevojë për kalcium, për këtë arsye konsumojeni që në mëngjes, duke i dhënë kockave forcën e duhur, për të pasur gjithashtu edhe një aktivitet më të mirë gjatë ditës. Kosi do të përmirësojë shëndetin e flokëve. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut, pastron skalpin nga zbokthi. Siguroni që kosin ta keni pjesë të përgatitjeve tuaja çdo ditë. Shëndeti i lëkurës gjithashtu do të përmirësohet me konsumin e kosit. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit dhe problemeve të tjera të lidhura me këtë problem. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër ftohjes. Kur imuniteti juaj është më i ftohtë, kosi do të jetë gjithashtu një nga aleatët tuaj më të mirë, pjesë e rëndësishme dietave tuaja. Do të mposhtë viruset dhe bakteriet. Konsumi 200 gram kosër çdo ditë mund të lehtësojë të ftohurën, gripin dhe probleme me fytyn, citon dhe elshutz. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre problemeve. Kosi është i pasur, plot me vitamina dhe minerale. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitamin B5 dhe B12. Ky e fundit është një vitaminë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin nervor. Gjithashtu, kosi lehtëson skuqjet e lëkurës. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme. Ai mund të përdoret për të trajtuar skuqjen në lëkurën e shkaktuar kryesisht te të vegjëlit nga pelenat, duke aplikuar atë në sipërfaqen e jashtme. Kosi është i mirë për të rritur edhe një mbajtje më të kontrollshme të trupit. Kosi është ideal dhe i kufizuar në kalori. Ai shuan urinë dhe nepsin dhe është një ushqim si një snak i shpejt që mund të konsumohet vazhdimisht gjatë ditës për të ndihmuar trupin të ndihet më i ngopur dhe të evitojë gjithashtu problemet tuaja të shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.